kapital, qytetarët e Tetovës fitojnë si në aspektin infrastrukturor, që lehtëson qarkullimin dhe mundëson lëvizje dukshme më të lirë, sepse siç e dim është një ndër arteriet kryesore të komunikacionit për trafikun e të ngarkuar të Tetovës, gjithashtu në aspektin vizual, sepse një bulevard i këtill me standardet më të larta e bën Tetovën qytet më të mirë për të jetuar dhe më modern. Ministria e Mjedisit Jetësor ka participuar në ndërtimin e tij në kuadër të projekteve të shumta që po mbështesim anë mban vendit që ndodh për herë të parë pikërisht me këtë qeveri. Uroj kryetarin e Tetovës Bilal Kasamin dhe qytetarët e Tetovës dhe Pollogut për ndërtimin e këtij projekti kapital. SOE Kapital